Hijreti bëhet prej vështërsive, prej zahmeteve, prej problemeve. Prej problemeve të mëdha bëhet hijreti. Kanë bën hijret shqiptarët, na e dim. Shqiptarët 100 vjet i kanë shtyr me bën hijret prej trojeve tona, që sot në Turqi janë 5 milion shqiptarë. S'kemi këtu sa kemi në Turqi. 5 miliona, disa janë. Unë në Sham e bën shkollën e kam bën në Sham, në Damask. Në 79-ën kur ka ardhur Shota, kjo kulturore artistike që kanë kjo organizata, Shota. Me majtë një qfaqje në Damask, 79-ën. Kur kom hinë salë, kur i kom pa 3.000 vetë, ata s'kanë ardhur kretë familjet. 3.000 vetë kanë ardhur, për thashur. A këtë shqiptarët në Damask kokën e. Mbi 3.000 familje kish pasa, 5.000 familje shqiptarët shkuve para 100 vjete. Kur shkova në Kairo, për shkem me një ëmbëltore, si sot e di në qendër të Kairos, në Egjipt. Për shkem me një ëmbëltore me emën Harunur Rashid. Harunur Rashidi ka qenë një prej khalifeve të drejtë muslimanëve. Emni i pastiqerisë, i ëmbëltores. Him aty pishohim ja 2 pleq shumë pleq, mbi 80 vjeç. Atëherë mbi 80 vjeç, ata nuk janë gjallë, më kanë vdekur. Edhe në parë neve që jemi jabangjia të nëzanë, se edhe po folim Shqip, në u afruan. Shqiptar jeni? Thash po shqiptar jemi. Po ti, edhe unë thajem shqiptar. Kur keni ardhë? Kemi ardhë edhe para 50 vjetë, 60 vjetë. Po dishin hala Shqip. Kanë bë hijret prej zullumit,